edhe në autobus më ka thirrë policia, dush më paraqit për me të lidh me të çunë gjykat. Edhe dola prej aty, qajsha me të malle, nuk e dojsha jetën më, pse me ma pru punën me më shlu flet arrest, se për 16 vite unë jam pallafaqu me gjykaten, jam orë çdo thirrje gjykates edhe nuk e kam lënë veten asnjëherë pa u paraqit. Jo, që kam dhimbti zemra sot se u bë seanca pa palen ish bashortin që ka kërku kërkesën me ma morë fëmin. Unë u shqehna prej një shoqat edhe isha të marrë bukën për fëmin tem që është bota për mu, edhe në autobus më ka thirrë policia, më tha mu paraqit për sot në ora 9:30 në stacion për me më lidh edhe me më pru me një flet arrest që ka lëshu gjyqtarja për seancën e sodit në gjykat. Unë shkova dje drejt për autobusit edhe shkova në stacion Viktori, të rrethi Flamurit edhe u paraqita edhe i lypa një flet arrest, një kopje. Ata më thonë nuk të duhet ty flet arresti, por duhesh mu paraqit për me të lidh me të çunë gjykat. I thash unë s'kam vrakur ken, tha ka lëshu gjyqtarja kështu dhe kështu kena me vepru. Aty nuk e deshta jetën, e pova veten shumë dorëzume, shumë të friksume prej policisë Viktori, edhe dola prej aty, qajsha me të malle, nuk e dojsha jetën më, pse me ma pru punën me më shlu flet arrest, se për 16 vite unë jam pallafaqu me gjykaten, jam orë çdo thirrje gjykates edhe nuk e kam lënë veten asnjëherë pa u paraqit. Edhe në fund, unë sot mora vendim që do t'i zbardhi ftyrën fëmis tem, do t'vi vetën gjykat, edhe i thash poshtë gjykates kam ardhur pa më arrestu, lajmëron e gjyqtaren që unë jam edhe në përkrahje të kamerave. Kur u ponën që kom edhe kamerat me veti, u zbot gjyqtarja, më pranovin seancë pa polici, e shkoj seanca mirë me thonë, edhe më lënë një dosje akuzës edhe do t'ja bëj me fakte që une nuk jam një nanë që e doj fëmin prej babes, por ka dëshirat e veta edhe fëmija se ka gati 17 vite, edhe është dëshirë e fëmis mos takohet me baben e vetë. Sa ka konë më i vogël e kam kam fakte që e kam në takime me baben e vetë, por tash i ka 17 vite edhe çdo gjoja lanë dëshirën e fëmis. Jo që është thot policia Viktori dje, me rra fëmin edhe me pru në takim me baben. Unë dhun nuk kam përdor, por jam mundu me rritat fëmi pa përkrahjen e prindit bab, edhe do të arriti me çka të moj e do të shkolloj atë fëmi edhe nuk do të vinë puna për me mlidh policia. Unë këtë flet arrest e kërkoj me të drejtën tem, me pas një kopje edhe arsyen pse ma ka lëshu gjyqtarja e seancës sodit atë flet arrest për me pru policia të lidhur. A ja përmenet ti flet arrestin gjyqtarës? Po, unë i thash qa bohet me flet arrestin që im ke lëshu për me mpru të lidhën, a kon vetëm për seancën e sodit, alla jo bjen poshtë. Thash unë do të kërkoj sot me kamera dhe pranë policisë Viktori një kopje të ati flet arresti dhe do të bëj publik, sepse nuk e meritoj unë një nanë që kujdesna për atë fëmi pa për kujdesjen e babes, me më shlu ti mu flet arrest. Ajo është punë e jemja, tha, dhe s'prej sodi bjen poshtë ai flet arrest. A ke edhe polja tjetër në këtë rast ish bashorti juj? Jo, që kam dhimbti zemra sot se u bë seanca pa palen ish bashortin që ka kërku kërkesën me ma morë fëmin, këta nuk ishin edhe nuk pëlqohet flet arrest për ato. Por kur nuk po vi unë, ose kur jam unë smure, nuk dukon këto, shohet flet arresti. Që kja po më them se gjyqtarja po anon, ka pola ku po korruptohet pitina. Unë nuk e di qëllimin e këtyrve, po kur e ponën dosjen teme fenomenale që e kam takimet bab fëmi, ajo thot që i shkon në juridik, caktoj një avokat edhe ma bje kundërshtimin e këtij vendimi. I thash pse të lodhna unë kur ju e keni faktit krejt si gjykat që 16 vite që jam kujdes për atë fëmi, edhe prap po doni me më lodh, por më lodhni edhe këta 15 muaj se kur t'i bojnë djali 18 vite s'keni mo çka me fol për atë fëmijë. Po pse po dojmë me marrë djalin? Arsyeja është sepse ish bashorti i korrupton gjyqtaren, të vetmet gjyqtaren e seancës sodit, e korrupton me pasuri të patonshme që ka ish bashorti për me mlodh mua dhe mu me dorëzu atë fëmijë. Por kur nuk u dorëzova pi 2 muajve den 17 vjet, unë nuk do dorëzohna edhe për 1 vjet. Do të luftoj edhe djali do të fitojnë të drejtën e vet, e lirinë e vet me jetu pa orë këta dy gjykate. Unë i bëj thirrje gjyqtares të më japin një kopje të flet arrestit. Këtë lypi prej gjyqtares sa prej policisë Viktorit, më japin një kopje të flet arrestit ditës sodit, sepse unë do ta marr, por kur të mbinë mundor do të shkoj drejt ministrisë të drejtësisë edhe do t'ju tregoj se çka bojnë policia me gjyqtaren pa urdhrin e prokurorit. Nëse është urdhri i prokurorit, premend që do ta kisha pranu edhe me mlidh, por gjyqtarja nuk ka të drejtë me më shlu flet arrest mu për me mlidh policia e Kosovës.